محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, para disa javë kemi folur, kemi përcjell mesazhe që kanë të bëjnë me pritjen e muajit Ramazan. Tashmë jemi në përcjellje të muajit Ramazan. Sikur që i kemi thënë mirë se erdhe muaji i bekuar, tash i themi lam të mirë muaji i bekuar. Shumë nga ata që vjet i kanë thënë Ramazan të lam të mirë, nuk patën mundësi këtë vit t'i thonë mirë se erdhe. Por ndoshta edhe padyshim ka shumë nga ne që sot i themi lam të mirë, por kush e di a mund t'i themi vit në ardhshëm mirë se erdhe muaji i bekuar. Kështu është jeta. Njerëzit vinë e dalin nga kjo dunja. Mirë po ajo që është e rëndësishme të ndërlozër në këtë realitet, në këtë lëvizje, në këtë dyshim të vazhdueshëm është t'ja bëjmë vetes një pyetje. Për faktin se ne kohën nuk mund ta ndalim. Procesin e ardhes në dunja dhe procesin e daljes prej saj nuk e kemi në dorë. Është në dorë të Zotit xhallahu ala. Ai vendos kush ka më ardhur në këtë botë dhe kur ka më ardhur. Dhe ai vendos kush ka më dalë nga kjo dunja dhe kur ka më dalë. E të gjithë jemi të bijtë e dekës. Gjithë do të dalim një ditë, dikush përpara, dikush më vonë. Mirë, pyetja është se çka mbeti nga jeta? Çka mbeti nga e kaluara? Çka mbeti nga Ramazani që shkoi? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një lutje që ta themi në çdo iftar. Dhe në këtë lutje ka një mesazh shumë të rëndësishëm që besimtari ja rikujton vetvetes së tij në çdo iftar, madje edhe pas iftarit, madje gjithmonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në iftar thonte: "Dhahaba adh-dhama wa ibtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah." Shkoi etja, shkoi uria dhe mbeti shpërblimi i Allahut. Kjo është ajo që duhet ta themi. Me kalimin e Ramazanit, kaloi uria, kaloi etja, shkuan gjitha, por çka mbeti? Shpresojmë të mbetet shpërblimi i Allahut te baraka ve taala. Ata që nuk agjëruan, edhe ata shkoi ngopja, e shkoi ujë që kanë pi, këto kanë shkuar. Por fatkeqësisht, ata që pa arsyeshëm s'kan agjëruar, ju mbeti hidhnimi i Allahut xhallahu ala dhe rrezikimi nga dënimi i tij. E kështu gjithmonë të ndërlozëm. Prandaj, gjatë Ramazanit, ke treguar se ku duhet më urreshtu. I rreshtuar me ata të cilët janë të interesuar dhe investojnë në vazhdimsi që t'ju mbetet shpërblimi i Allahut te barekutaala. T'ju mbetet kënaqësia e Allahut xhallahu ala. Andaj, vazhdo me e thellu këtë dallim dhe vazhdo me e fuqizu këtë rreshtim. Vazhdo. Në çdo lëvizje të jetës tënde, në çdo pozicionim, në çdo qëndrim, në çdo çështje të jetës tënde, mundohu që në fund të asaj epilogu përfundimtar të jetë, wa thabata al-ajru insha Allah. Mbeti shpërblimi me lejen e Allahut të mënduar. Në çdo ndaj që je duke nejt, kur dën nga ndaja, a mund të thuash mbeti shpërblimi me lejen e Allahut të mënduar? Në çdo lëvizje dalje, në çdo investim, gjithmonë
merre këtë edukat të kësaj lutje që e ke mësuar në Ramazan, mbeti shpërblimi, që të na mbetet gjithmonë shpërblimi në çdo lëvizje, të fitojmë nga ajo që Allah e ka dhënë, e mos të privohemi. Mos të gabojmë asnjëherë të rreshtojmë atje ku është hidhrimi i Allahut, e është dënimi i Tij. Prandaj të ndërlozë Ramazani po shkon, po kalon, uria dhe etja kalojnë, madje kanë kaluar në çdo iftar, agjërimi po përfundon kuptim obligativ, mbetet mundësia për agjërim vullnetar, por ajo që është më e rëndësishmja është shënuar në fletorën tënde që nesër ke me e lexu para Allahut të mënduar, ka mbetur shpëlimi i agjërimit. E kjo është madhështore. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga se ai që e gjen nesër, e ne shpresojmë ta gjejmë agjërimin në fletorën e tij të jetës, është garant se shpëlimi i tij është xheneti. Është garant se shpëlimi i tij është mëshira e Allahut dhe falja prej tij. Prandaj mundohu që në këtë frym ta organizosh në vazhdimsi jetën tënde. Në këtë frym ta ndërtosh mendësinë tënde. Në këtë frym ta orientosh gjithmonë jetën tënde dhe çdo aktivitet që në fund të atij aktiviteti, asaj përpjekje të thuash, mbeti shpërblimi me lejen e Allahut të mënduar. Çështja e dytë, ndonëse që duhet ta kemi parasysh në këtë kalim të Ramazanit është se gjatë Ramazanit kemi dëgjuar ligjërata, shumë mësime, shumë porosi, shumë udhëzime, urtësi nga më të lloj-llojshme kemi dëgjuar. Nëse kishim pas mundësi me e gjetë fjalët kyçe të ligjërimeve tona, sikurse në çdo studim, në çdo punim, në fund për shembull përmenden fjalët kyçe, fjalët më të përdorura, fjalët më të rëndësishme të punimit, cilat kanë qenë. Edhe ne këtu, cilat kanë qenë fjalët më të rëndësishme, më kyçe, më të përdorura gjatë gjitha ligjërimeve në Ramazan. Padyshim se fjala kyçe ka qenë ajo që e ka përmend vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam, i cili thonte në çdo ligjërim të Ramazanit, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. I falen mëkatet e bëra më herët. Kush agjeron, i falen. Kush falet, i falen. Kush e pret natën e katërt, i falen. Do fjala kyçe ka qenë, i falen mëkatet. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton të ndërlozër se problemi kryesor, sfida kryesore, pengesa më e madhe në jetën tonë mbetet gjithmonë mëkati, gjunahu, e keqja, e dëmshmeja, e ndaluara, e rrezikshmeja, ajo që sjell mjerimin, vajtimin, ajo që sjell dënimin, që ajo mbetet problemi kryesor për neve. Fjala kyçe e jetës tonë, e gjitha lëvizjeve, fjalëve, përfitimeve nga ligjëratat mbetet falja mëkateve. Andaj këtë fjalë kyçe, këtë fjalë më të përdorur në ligjërimet tona, mos e harro. Tingulli i atyre ligjëratave le të vazhdon edhe pas Ramazanit të prek në veshin tënd dhe në zemrën tënde. Shumë nga fjalët i kemi harruar, normal është, jemi njerëz, harrojmë. Madje edhe shumë nga përfitimet i kemi harruar, jemi njerëz, nuk mbahet mend gjithçka. Mirë po, një mos e harro. I falen mëkatet. Që aktivitetet, përpjekja jote, angazhimi të jetë gjithmonë në favor të faljes, jo në favor të ngarkimit me mëkate. Andaj vazhdo me rujtje edhe me shkarkim nga mëkatet. Ky është një porosi e rëndësishme që del nga Ramazani, të ndërlozur, që nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Në Ramazan je kujdes që një pik ujë mos me kalu në fët pse ja agjëru shumë. Kaq ke qenë i kujdesshëm. Kaq je ruajt nga mëkati. Je ruajt nga një kafshat buk. Edhe atë kur askush s'ka pa. Ke qenë i bindur se Allahu po të sheh. Dhe bindja e se Allahu po të sheh ka pengu nga çdo shkelje e agjërimit. Prandaj kjo është fjala kyçe. Kjo është fjala e jetës. Allahu më sheh. Andaj duhet mund nga mëkati. Që është fjala e jetës? Fjala e çdo angazhimi, çdo përfitimi që kjo është. Epilogu përfundimtar i çdo ligjërate që ky. Allahu më sheh.
Allahu ka me më marrë në llogaridhënie, prandaj duhet më ruaj nga mëkatet. Ç'kjo është dersi i Ramazanit? Krejt çka keni dëgjuar, të ndërmosur ka qenë dhe mbetet në shërbim të kësaj fraze, në shërbim të këtij rregulli, na falen mëkatet. Këtë mos harro. Të gjitha nëse ke harru, porosit, komentet e ajeteve, haditheve, nuk të mban men çka është thënë, normal harron gjërat, këtë mos e harro. Ky është zëri që duhet të mbetet gjithmonë aktiv, i dëgjueshëm në veshët tonë dhe prezant dhe i përjetuar nga zemra jonë. I falen mëkatet, i falen mëkatet, a tu kanë falë mëkatet, apo të falen mëkatet, a e lëru nga mëkatet. Kjo është çështje madhore. Nga mëkatet e zemrës, nga zilia, nga urrëtia, nga pangopsia, nga lakmia e tepruar, nga dominimi i epshit në jetën tonë, a e largu. Nga mëkatet e gjuhës, bartja e fjalëve, gënjeshtra, mashtrimi, përgojimi, e shumë të tjera. Nga mëkatet e syrit, që mos shikojmë më në atë që është ndaluar. Ta ruajmë shikimin tonë, ta ruajmë syrin tonë, veshjen tonë, duart tona, të gjitha pjesët e trupit të ruajmë, të brendshme të jashtme. Të ruajmë mendjen tonë, që t'jemi të kujdesshëm me çka po ushqejmë mendjen tonë, sikur që duhet t'jemi të kujdesshëm me çka po ushqejmë barkun tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, më njëherë pas ajeteve të agjërimit, më njëherë në Kur'an, posa përfundojnë ajetet e agjërimit, Allahu Gjelle Gjelalu na drejton e porosin, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit me padrejt. Para mendoni? Me njëre, në ajetet ku fillon të lejohet ushqimi, tash hani ditën, përfundon Ramazani, me njëre mas këtyre ajeteve kur përfundon rregullat e Ramazanit, dispozitat Ramazan, me njëre, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit bil batil, me të kotë, me të padrejt. Mos merrni atë që nuk ju takon. Me njëre, këshill, ruajini. Tash vin ditë kur ban me hongër, por kujdes çka po han. Kujdes çka po pin. Kujdes si po e fiton. Gjitha këto janë porosi që lidhen me këtë muaj të bekuar dhe edukatën e këtij kujdesi dhe kësaj vëmendje, padyshim se shpresojmë ta kemi kultivuar fuqishëm dhe fituar shumë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Çështja e tretë në përfundim të kësaj hutbe të ndërmosur është nga shumë me shumë tjera që duhet të themi dhe duhet të mbeten krahas këtyre dyve që thash, mbeti shpërblimi, le të mbetet gjithë shpërblimi dhe le të mbetet gjithmonë kujdesi nga mëkatet. Çështja e tretë është e ndërlidhur edhe me raportin tonë mes nesh. Të gjitha aktivitetet në Ramazan i kemi pas në mënyrë kolektive. Kemi agjëruar bashkë. Në të njëjtën kohë kemi bërë iftar bashk, në të njëjtën kohë e kemi lënë syfyrin bashk, në të njëjtën kohë pastaj së bashku duke mbushur xhamiat, së bashku kemi fal sabahun e namazet e tjera dhe teravit së bashku kemi fal. Dhe namazin e natës në kolektivitet, në bashkësi, e që duhet të jetë mesazh i Ramazanit edhe pse ai po shkon të mbetet mesazhi i tij i vazhdueshëm, i qëndrueshëm, i ngulitur në zemra dhe jetat tona që të mbetemi bashkë. Ta ruajmë unitetin, ta ruajmë safin rradh e ngjeshura të lidhur fuqimisht. Tashmë e kemi në fund sadakatul fitrin. Edhe këtë e bëjmë që t'jemi gjithë bashkë mirë, jo dikush mirë, dikush keq. Prandaj kjo ndjenjë e kësaj dhëmshërie, e këtij kujdesi, le të vazhdojnë të ndrozën edhe më tutje. Këtë unitet që e ka kultivuar Ramazani për gjatë këtyre ditëve, le të shndruhet në mënyrë të jetuarit tonë. Të jetojmë duke pas ndjenjën e kolektivitetit, jo individualitetit, jo egoizmit, jo vetvetes, jo interesit për veten e ndëm të shoqërisë, jo. Po e kundërta. Timi të gatshëm edhe veten ta privojmë nga ndonjë kënaqësie, mirësie, përfitim në dobi të shoqërisë, në dobi të familjes e të vendit. Andaj, kjo është e pritshme të ndërvozë, që pas Ramazanit
Besimtari të orienton aktivitetin ka kërkimi I shpërblimit. E prisme pas Ramazanit është që kujdesi për mëkatimin të rritet, që mos bën mëkate, dhe gjithashtu lidhja të fuqizohet mes neve dhe të thellohet bashkëpunimi, nga se ky është mesazhi I Ramazanit I cili është në shkuarje e sipër. Allah na mëson që çdo fjalë, çdo aktivitet që themi të jetë Allahu I kënaqur me atë që bëjmë e të na shpërblen. Në ruajt Allah nga çdo mëkat, nga çdo e keqe. Dhe eventualisht nëse bim në një shkelje, jemi njerëz mund të gabojmë, të nxitojmë me pendim e me përmirësim, e mos të bashkëjetojmë me mëkatin dhe mos ta lejojmë që ta kemi raportin me mëkatimin të normalizuar. Dhe në fund, lutë Allah që të lidhë zemrat tona, të largon zilin, urrejtjen mes nesh, përçarjen, të na bashkon e të na bën ashtu sikur na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kapur fuqimisht për litarën e Allahut te barekoteala dhe duke ndjekur udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam për të mirën e vetes, familjes, njëri tjetrit, vendit tonë dhe njerëzve në përgjithësi. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të nderuar vëllezër besimtar, në fund më lejoni që të përcjell disa informata të rëndësishme me qimin në fund të muajit Ramazan. E para është gjatë muajit Ramazan për të ndihmuar dhe për të përkrahur aktivitetet dhe punët e Këshillit të Bashkisë në Mitrovic. Në gjitha xhamiat e qytetit tonë me rrethin janë vendosur posta për të kërkuar kontribut nga besimtarët që ta ndihmojnë Këshillin e Bashkisë Islame. Këtë e bëjmë edhe sot. Ju ftoj që të ndihmoni Këshillin, të ndihmoni vetveten, xhami dhe mirëmbajtjen e tyre me kontributin e juaj për atë sa keni mundësi, Zoti ju shpërbleft. Ju jam mirënjohës sinqerisht për çdo kontribut. Na keni bërë gjithmonë me uni mirë, faqebardh, me çdo kontribut sare janë dorëzuar mjetet e kësaj xhamie, kemi qenë me të vërtetë në nivel shumë të lakmueshëm dhe shumë të mirë. Kjo, elhamdulillah, ka dashur Allahu xhallahu ala që bujaria juaj, bashkëpunimi juaj na bën, domethënë me të vërtetë një xhami qendrore, por edhe me aktivitet të shtuar dhe të theksuar në raport me çdo këtë tjetër. Gara për punë mira është e lejuar. Prandaj të garojmë për punë mira. Por jo nga zilia, jo nga inati, por nga tendenca dhe përpjekja e vazhdueshme që të fitojmë shpëlimin e Allahut të mënduar. Prandaj, për çdo kontribut që keni dhënë dhe e japni, për çdo bashkëpunim dhe për çdo çështje të mirë në dobi të xhamatit e në dobi të xhamisë, Zoti u aktheft shumë fish. Ju paguft Allah me të mira, juve dhe familjet e juaja, dhe kofshim bashkë gjithmonë për çdo çështje që është e kërkuar për të mirën e vendit dhe komunitetit tonë. Çështja e dytë ndërruzë që dua të përmend është e ndërlidhur me namazin e Bajramit. E përmend edhe para hutbës, por më që tash në xhumë mund të ketë njerëz që kanë ardhur më vonë. Duhet jemi të kujdesshëm ditën e diellit se fillon llogaritja verore e kohës. Një orë shtyhet. Prandaj rregulloni orët mirë që të jeni në kohë në xhami. Namazin e sabahut ikametin e bëjmë në ora 5:50. Pastaj falim sabahun dhe pastaj vazhdojmë me ligjëratën e zakonshme në pritje të namazit të Bajramit. Pastaj namazi i Bajramit falet në ora 7. E falim namazin e Bajramit. E vazhdojmë me hutbë dhe kështu përfundon namazi i Bajramit. Këtu janë disa informata që kanë bënë me Bajramin. Ju porositet një herë, ata që nuk e kanë dhënë sadakatul fitrin, nxitoni dhe jepeni. Qase nuk duhet më nxon Bajrami pa dhënë sadakatul fitrin. Sadakatul fitri është obligativ për çdo besimtar që ka mundësi me dhon. Prandaj edhe jashtë kemi hoxhën e nderuar hoxhën Sena, i cili ju prat që me sadakat e juaja, fitrin e juaj të ndihmoni edhe nga ky aspekt, të ndihmoni vetën e juaj, xhamit tona dhe aktivitetet në përgjithësi të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Të nderuar, Ramazani po shkon, kështu edhe jeta shkon. Prandaj le të mbetet mësim i rëndësishëm i ruajtjes së kohës dhe i shfrytëzimit të duhur të kësaj kohe.
Dhe në fund, pa dyshim se qysh ka qenë ardhja Ramazan me gëzim, besoj që dhe përcilë e ti është me një lloj mallëngjimi, me një lloj, domethënë, kujtimi të mirë, po që ngjall në zemrat tona një lloj, s'po them mërzie, musliman nuk mërzitet, po një lloj mallëngjimi se aja aktivitet, aja gjallëri që ka qenë Ramazan tashmë fillon të ndryshon në ditët vijuese. Por ky mallëngjim për Ramazanin le të shndrohet në fuqi të adhurimit, të përkushtimit, që të vazhdojmë me adhurime tjera, me që Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili ka bërë obligim Ramazanin, ai është gjallë edhe pas Ramazanit. Ai është Zoti jon edhe pas Ramazanit, dhe ne mbetemi besimtar edhe pas Ramazanit deri në fund. Prandaj një muaj po shkon, por jeta vazhdon. Por kësaj radhe pas Ramazanit vazhdon më ndryshe se që ka qenë rrjedha e saj para muajit Ramazan. Allahu na përnoft agjërimin ton. Çdo kontribut, çdo sakrificë, çdo angazhim që kemi bën këtë muaj, Allahu e pranoft në punë të mira, e shumëfishoft Allahu me shpëlimet e tij. Çdo lëshim, çdo mangësi, çdo tmet, Allahu na falt. Allahu na përmirësoft me mëshirën dhe bujarin e tij. Allahu na dhasht rahati e mirëqenie, e siguri e rahati, ta presim Bajramin si duhet, ta kalojmë në xhirin familjar me dashni e respekt, por edhe tutje të vazhdojmë si duhet në rahati e mirëqenie, në siguri të përkushtuar ndaj obligimeve ndaj Allahut që kemi, e pastaj edhe ndaj vetvetes dhe njëri tjetrit. Allahu i shëroft të smurit tanë. Allahu a lehtësoft dhimbjet e mundimet. Allahu xhallahu ala i lehtësoft çdo kujt problemet, borxhet, telashet që ka. Allahu na lëshë të zbret familjet tona, në vendin tonë, mëshirë, dashni e respekt mes njëri tjetrit. E mos të dëgjojmë lajmet e errta e të hidhura, të vrasjeve, të krimit, të pasigurisë që patëm rastin me dëgju ditëve të kaluara. Ishin raste të tmerrshme, të frikshme, që mbjellin pasiguritë e qytetarët dhe zhgënjim. Nuk duhet ta lejojmë që krimi të dominon, apo frika nga krimi të dominon. Ne duhet ta luftojmë krimin me gjitha forcat që kemi, me tërë potencialin, të gjithë së bashku, çdo kush nga pikpamja, çdo kush nga këndi dhe nga kompetenca që ai ka. Allah na ruaj nga krimi dhe nga kriminalet. Allah i ndihmoft organeve të sigurisë që përpjeken për sigurinë tonë, për ruajtjen e saj, Zoti ju ndihmoft. Dhe na bëft edhe neve për krahas dhe ata që kontribuojnë në ruajtjen e sigurisë së përgjithshme, pavarësisht a ka të bëjë me pasurinë, me jetën, apo me çka do qoftë të vllaut apo të motrës tonë. Bëft Allah që Kosova të bëhet vend i sigurt, i rahatshëm dhe shembull në çdo aspekt për vend të rajonit dhe për çdo vendet e tjera. Kur që na ka ndihmuar, Zoti i ndihmoft. E kush na e don të keqen, Allahu për të keqes e likësisë tij na ruajt e na mbrojt. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.